Rjeti është trazuar sërish nga një tjetër thashethem që lidhet me jetën sentimentale të Egli Tako. Pas ndarjes së bujshme nga këngëtari Gjesti, fansat janë në kërkim të çdo detaji që mund të tregojë nëse ajo ka nisur një histori të re dashurie. Së fundmi, në rrjet po qarkullojnë disa foto që kanë ngritur dyshime se Egli mund të jetë afruar me ish banorin e Big Brother VIP Albania, Redon Berani. Dyshimet kanë lindur nga disa detaje që ndjekësit kanë vënë re në imazhet e publikuara nga të dy. Në njërin nga fotot, Redoni shfaqet pranë një furistrade të zezë Mercedes G-Class, ndërsa në një tjetër postim, Egli është fotografuar pranë një makine shumë të ngjashme dhe madje edhe brenda një automjeti luksoz. Këto përputhje kanë bërë që rrjeti të shpërthejë me komente dhe aludime për një romancë të mundshme mes tyre. Megjithatë, deri tani as Egli dhe as Redoni nuk kanë reaguar publikisht për këto zëra. Kujtojmë se Egli dhe Redoni krijuan një raport të afërt gjatë ditëve të para në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, por rrugët e tyre u ndan kur Redoni vendosi të largohej nga formati për shkak të presionit. Për momentin, gjithçka mbetet vetëm në kuadrin e thashethemeve, por një gjë është e sigurt, fotot e fundit kanë ndezur sërish kurreshtjen e fansave.